Truku i pagabueshëm për të zgjedhur një shalqi të mirë. Shalqini është padyshim fruti që shëron edhe shijen e verës, sidoqoftë të gjithëve na ka dhuruar ndonjë moment të pakëndshëm kur kemi bërë zgjedhjen jo të duhur. Në këtë video do ju tregoj me disa mënyra të thjeshta për të zgjidhur një shalqin sa më të mirë. Sekreti qëndron te ngjyra. Sa më i pjekur të jetë shalqini, aq më e errët është jeshilja në lëkurën e tij. Kushtojini vëmendje peshës. Pavarësisht se sa i vogël ose i madh është shalqini, duhet të jetë mjaft i rënd për madhësinë e tij. Shalqini i pjekur ka një sasi më të lartë të lëngut brenda tij. Ktheheni përmbys. Për të kuptuar nëse shalqini është i pjekur, duhet ta ktheni përmbys për të gjetur pikën që prek tokën, e cila duhet të ketë një ngjyrë të verdhë. Nëse ky vend është i bardhë ose jeshil, do të thotë se shalqini është të prerë përpara se të jetë pjekur. Kërcelli është i gjelbër. Për të siguruar që shalqini është i freskët, kërcelli i tij duhet të jetë i gjelbër dhe jo i thatë. Një trokitje e lehtë e shalqinit gjithashtu mund të dallojë edhe atë cilësor.